Nderora kryesi e punës, të nderuar të pranishëm, vëllezër dhe motra. Pra, tema ime ka të bëjë me punimet të cilat janë përkthyer nga gjuhë të ndryshme në revistën Edukata Islame. Të mësuarit dhe të studiuarit është prej parimeve të fesë islame. Nëse japim një vështrim Kur'anit famlar, këtë do të hasim në shumë ajete. Njëri prej tyre thot: "Dhe thuaj o Zot për çdo diturim." Gjithashtu edhe shumë thënie të pejgamberit alayhis salam aludojnë në rëndësinë e dijes dhe kërkimit të saj. Prej tyre është hadithi i pejgamberit alayhis salam në të cilin thotë: "Kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman." Së këndemi, duke marrë për shkas një thënie të profesorit tonë të ndjerë, profesor Isa Bajcinca, se shkrimi vërtet është një punë e vështirë, them se përkthimi është vërtet një punë shumë e vështirë, mbas edhe më i vështirë se sa vetë shkrimi. Rëndësia kulturore, arsimore, posaçërisht ajo edukative e revistës Edukata Islame, përmes rubrikave dhe tematikave të lloj-llojshme, natyrisht se është shumë e madhe. Kjo revistë një kontribut të jashtëzakonshëm për shkencën dhe dijen ka dhënë edhe përmes temave të shumta të përkthyera. Në numrat e revistës ka pasur shkrime origjinale, përkthime, përshtatje, studime e artikujt të karakterit fetar, filozofik, moral, shoqëror, kulturor e historik, portrete personalitetesh, përkujtime, ngjarje, kronika, veprimtarish e të tjera. Roli që ka luajtur përkthimin në pasurimin e jetës kulturore, shoqërore dhe shkencore të popujve të ndryshëm është i pamohueshëm dhe nuk mund të injorohet. Përkthimi si proces që nga fillimi i historisë njerëzore ka luajtur një rol qytetërues, kulturor dhe shkencor, dhe ai vazhdon të luajë rolin e tij deri në kohën tonë dhe do të vazhdojë të funksionojë për sa kohë që qenia njerëzore mbijeton në tokë. Ata që ndjekin zhvillimin e çështrimeve njerëzore dhe rritjen e evoluimit shkencor vërejnë se përkthimi është një fenomen që i paraprin çdo arritje qytetëruese të çdo populli dhe më pas vazhdon të ecë në hap me rritjen civilizuese të çdo populli. Përkthimi ka një rol të rëndësishëm në tejkalimin e sfidave me të cilat përballet lëvizja kërkimore shkencore në vendin tonë, si në fushën e shkencave fetare, po ashtu edhe në fusha tjera të dijes dhe shkencës. Lëvizja e përkthimit në epokën moderne pati një ndikim të pamohueshëm në ngritjen e nivelit shkencor dhe kulturor të brezit të sotëm në shumë vende të botës. Përkthimi është procesi i konvertimit të një teksti të shkruar nga gjuha e tij origjinale ose burimore në një gjuhë tjetër të quajtur teksti i synuar. Është mënyra në të cilën flasin popujt që flasin gjuhë të ndryshme. Shumë studiues e konsiderojnë përkthimin si një nga artet e pavarura, pasi ai mbështetet në krijimtaritë dhe sensin gjuhësor për të afruar kulturat. Përkthimi përgjatë historisë luajti një rol të madh në transferimin e kulturave dhe njohurive midis popujve. Grekët i dërgonin studentët e tyre në Egjipt për të transferuar shkencat e astronomisë, aritmetikës dhe bujqësisë në gjuhën greke. Të njëjtën gjë bën edhe egjiptianët, pasi edhe ata përkthyen letërsinë greke në gjuhën e tyre në mënyrë që ata të përfitojnë sa më shumë. Gjithashtu edhe në botën islame, pas rënies së Emevidëve dhe ardhjes në pushtet të Abasidëve, filloi një lëvizje serioze dhe gjithëpërfshirëse e përkthimit të veprave shkencore dhe filozofike në gjuhën arabe, e cila në literaturë quhet lëvizja përkthyese. Kjo është diçka që ndodhi midis të gjitha qytetërimeve dhe popujve si në të kaluarën ashtu edhe në mesit, ndërsa në kohën moderne po ndodhe njëjta gjë, mirë po me një zhvillim të avancuar të përkthimit, sepse tani është shfaqur teknologjia dhe lehtësoi shumë këtë çështje. Në epokën moderne përkthimi është bërë një domosdoshmëri thelbësore për hapjen dhe zhvillimin që një shoqëri mund të përjetojë në fusha të ndryshme teknike, shkencore, sociale dhe kulturore. Mund të themi se përkthimi në këtë kohë është bërë elementi vendimtar në arritjen e shoqërisë të dijes, e cila përmes zotërimit të shumë gjuhëve mund të arrijë zhvillimet kulturore, qytetëruese dhe shkencore, duke parë se çfarë provojnë të tjerët. Ndonse përkthimi është një veprimtari shumë e lashtë, rëndësia dhe pesha e tij nuk njihet gjithmonë, përkundrazi. Roli i përkthyesit si një faktor vendimtar në zhvillim letrar shpesh anashkalohet dhe harrohet. Siç thekson Henry Meshonik, përkthimi është i integruar në punën e vazhdueshme që kontribon në ndryshimin e formave letrare në një shoqëri, por ideologjia mbizotruese dhe mësimi i letërsisë e fshehin dhe ende vazhdojnë ta fshehin rëndësinë e përkthimit. Shtetoni tekstet shkollore dhe do të shihni një gjë të tillë.
Ndërsa gotën një nga letrat e tij në lidhje me përkthimin shkruante se çfarëdo që të themi për mos plotësimin e procesit të përkthimit, kjo veprimtari mbetet të paktën një nga gjërat themelore dhe më të respektueshme në tregun ndërkombëtar të këmbimit. Revista Edukata Islame është revista e parë e mirëfillt islame në gjuhën shqipe që nisi misionin e saj në fillim të viteve të 70-ta. Që në zanafilën e saj misioni Edukata Islame ishte hapja e rrugës dhe krijimi hapësirës së duhur për njohjen e vlerave dhe virtyteve hyjnore humane, si dhe krijimin e hapësirës për emancipimin, përparimin dhe edukimin e drejtë e të duhur të masës së gjerë në frymën islame. Një segment shumë i rëndësishëm i edukatës islame është edhe fakti se, përmes përkthimeve nga gjuhë të huaja, ka botuar edhe kontribute të penave të shquara të botës islame, si Sinanuddin Sokollović, Hussein Gjozo, Hasan Kaleshi, Enes Karić, Muhammed Mutawalli Sha'rawi, Mustafa Mahmud e shumë të tjerë. Fokusi në këtë punim do të jetë kryesisht në paraqitjen kronologjike të punimeve të përkthyera në revistën Edukata Islame. Që në fillim vlen të përmendet fakti se revista i ka kushtuar një hapësirë bukur të madhe temave të përkthyera. Pra, prej 125 numra të revistës, të cilët i kam shletuar vetëm 2 numra të revistës, nuk kanë ndonjë temë të përkthyer. Gjuha nga e cila janë të përkthyera temat kryesisht është gjuha bosnjake, gjuha arabe, turke, angleze e në disa prej tyre edhe gjuha gjermane dhe frënge. Shumë punime të përkthyera janë të botuara në disa numra në vazhdim. Numri i përkthyesve të cilët kanë kontribuar me përkthimet e tyre në revistën Edukata Islame është shumë i madh. Me këtë rast mund të përmendet se Haxhi Sharif Ahmeti, Yashar Yashari, Hayrullah Hoxha, Bayrush Ahmeti, Yetish Bayrami, Avni Aliu, Ferid Berisha, Ibrahim Spahiu, Resul Rexhepi, Ismail Ahmedi. Ndërsa në numrat të mëvonshëm hasin emra si Çamail Morina, Fetim Hediu, Hayrullah Hoxha, Nejat Ibrahimi, Sadik Mehmeti, Muhidin Ahmeti, Ali Iljazi, Fuad Morina, Mimoza Sinani, Shefki Voca e shumë të tjerë. Si përfundim, marrë në përgjithësi në edukatën islame u është kushtuar hapësirë e duhur artikujve të përkthyer të autorëve të shquar. Kjo ndoshta edhe për faktin se në numrat e parë të revistës, numri i bashkëpunëtorëve me shkrime autoriale ka qenë më i vogël, kurse pas viteve të 90-ta këtë ka mundësuar edhe hapja e Kosovës me botën, si dhe epoka internetin, ndaj dhe numri i përkthimeve në edukatën islame është relativisht i madh. Gjithashtu bie në sy që autorët janë autoritetet të njohura në fushën e dijes, por edhe përkthimet janë të arrira dhe në nivel. Duke pasur parasysh kohën e kufizuar me rastin e paraqitjes së kësaj kumtese, në versionin për botim do të keni rastin të lexoni të gjitha temat e përkthyera, autorët dhe përkthyesit e tyre, si dhe fushat të cilat kanë prekur këto përkthime, duke filluar nga numri 1 i edukatës islame deri në numrin 125, i cili është numri i fundit për këtë vit. Ju falenderoj.